Përshëndetje miq, në këtë video do t'ju tregoj 10 makina që nuk duhet t'i bleni kur dhe pse. Nëse jeni në kërkim të një makine të përdorur, qëndroni deri në fund që të mos bëni një gabim të kushtueshëm. Në 1. Fiat Multipla, e veçantë në pamje, për shumë njerëz është një makinë që bie në sy për arsye të gabuara. Përveç dizajnit të diskutueshëm, ka probleme me hapësirën dhe komfortin. 2. Chrysler Sebring 2001-2010, një makinë me dizajn interesant, por e njohur për probleme të shumta me motorin dhe transmisionin. Riparimet janë të shtrenjta dhe shpeshherë nuk ia vlen investimi. 3. Chevrolet Aveo. Çmimi i lirë duket tërheqës, por cilësia e ndërtimit është shumë e dobët. Ka probleme me konsumimin e karbonatit dhe nuk është as pak e besueshme në kohë të gjatë. 4. BMW seria e 7. Prestige, por me një kosto shumë të lartë mirëmbajtjeje. Elektronika është shumë e ndërlikuar dhe riparimet janë tmerrsisht të shtrenjta. 5. Renault Laguna 2. Shumë probleme elektronike dhe sisteme që shpesh nuk funksionojnë si duhet. Reati ka, po jo besueshmëri. 6. Jeep Liberty 2002-2012. Duket si një makinë për çdo terren, por nuk është. Konsumi i lartë dhe pjesët rezervë janë të shtrenjta. 7. Smart Fortwo. E vogël dhe praktike në qytet, por shumë e kufizuar për udhëtime më të gjata. Motori është i dobët dhe ka shumë kufizime në përdorim. 9. Peugeot 307. Një nga modelet më problematike të Peugeot. Shumë pronar raportojnë defekte elektrike, probleme me motorin dhe turbinën. 9. Audi A6 2.5 TDI. Motori V6 TDI ka probleme serioze me pompën e naftës dhe injektorët. Nëse nuk është mbajtur mirë, mund të kthehet në një makt financiar. 90. Dodge Caliber. Pamje mashtruese, një crossover me cilësi të dobët ndërtimi dhe drejtim të ashpër. Shumë pronar ankohen për zhurma, konsumim të lartë dhe ndjesi jo të mirë në rrugë. Këto ishin 10 makina që nuk duhet t'i blini, sidomos nëse nuk doni të harxhoni para kot. Nëse ke menduar të blesh njërin prej tyre, mendohu 2 herë. Mos harro të lësh një like dhe komento se cila makinë mendon ti që nuk ja vlen të blihet dhe abonohu në kanal nëse doni video me përmbajtje të tilla. Faleminderit që më ndoqët.